Një mori firmash duke përfshirë bankat të nivelit të dytë, institucione financiare të mikrokredis, nga ato që vendosin përqindje tepër të larta, apo edhe ato të mbledhjes me forcë të borxheve kontrollohen nga një dorë. Pronarët e API Bank drejtojnë një rrjet firmash, të cilat vetëm sa shtojnë të ditës me qëllim humbjen e gjurmëve se ku shkojnë paratë e shqiptarëve. Të njëjtët pronar kontrollojnë dhënien e kredive, individëve apo bizneseve me kolateral. Të njëjtët janë ata që japin mikrokredi, ku interesat janë tepër të larta. Por mjeti më fitimprurës i tyre është mbledhja e borxheve, pasi kontrollojnë edhe një institucion financiar. Paradyshohet se lëvizjen jashtë Shqipërisë në vende offshore, nga ato vende që origjina nuk deklarohet, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Por të njëjtët individ janë futur edhe në sektorin e ndërtimit, në Tiranë apo dhe në vende bregdetare, duke krijuar një zinxhir të pastrimit të parave. Një dosje e denjë për prokurorinë e posaçme, pasi ka dyshime tepër të mëdha për pastrim parash. Në krye të kësaj skeme qëndron Andi Ballta, i cili kontrollon të gjithë këtë zinxhir me në krye firmën Transit.